do theksoja gjën që mua më ka pëlqyer shumë që në fillim thoja, okay, kjo gjë nuk është se po më duhet ose një gjë, ka qenë e verdha, jeshilja dhe kuqja, që nuk besoj se do e harroj ndonjëherë. Edhe Unë vazhdoj i përdor çdo ditë, kështu që të fakti besoj. që tani njerëzit e rinj që unë takoj, mundohem t'i bëj ato ngjyra. Edhe them vetë, o më bëj Lida çam ke bër, më përpara mendoja, okay, le të takoj çdo njeri të mundshëm, okay, let's take it, po tani them okay, është e duhur koha për ta investuar te kjo gjë që duhet bëj, pra do më shërbej për të arritur te një goal që unë dua ta arrij. Gjëja tjetër ka qenë s'dua të përsërisas Elion, po realisht ishte diçka që ti njeh më shumë veten në shumë dimensione. Ne mendojmë që e njohim veten tonë, po ka ca momente që thua, okay, ndoshta kështu dukem unë para të tjerët ose karakteri im i tillë duket te të tjerët. Edhe është ajo, let's say, aha moment që ti je, okay, ndoshta duhet ta chill down, të mësoj një mënyrë të re, ndoshta për ta përcjell gjën që dua. Dhe e treta që realisht ka lënë mark tek unë, ka qenë një bisedë one to one që kemi bërë bashkë. Në fillim nuk e kuptoja shumë mirë atë pickatore. Se thoja, okay, në vërtet kam një mendim të keq tek vetja, po unë di ta Është okay. ndaloj. Është okay. Unë Di ta kam fuqin. ndaloj edhe them është okay. Ndërsa realisht kur ne bëm si sesion bashkë pjesën e piskatores, e ndjej që atë mendimin nuk e kam më, domethënë.